Atëre, është njeri shumë kërkus, njeri edhe pasionant mas punës, dhe një njeri që nuk ndalon. Armando Duka, për ato që e njofin dhe kanë punu me të, nuk ndalon. Nga ora 8 e mëngjesit deri në orën 3 të mëngjesit është gjithkohës. Prandaj ai orari 9:05 që thatë në fillim, a ke punuar ndonjëherë 9:05. Me letra kam punuar 9:05, por edhe për hir të profesionit tim, sepse mund ndodhi një ngjarje, një gjë. Maj mend zhvillimet e Superligës Europiane e Gjergj, më shkruante në orën 3 të mëngjesit. Dhe kemi bërë postime dhe gazetarë shqiptarë në grupin e medias që kisha unë, një çoj njoftim për shtyp në orën 4 të mëngjesit u shastisën. Ta nesër mëngjes në orën 8, pa ditë në orën 8, më merrin thonë ore jetë çmendur që shtroi lajmin në orën 4 të mëngjesit, sepse ishte kohë reale ngjarja që po ndodhte. Edhe Armando është shumë pasionant dhe është njëri që nuk ndalon. Këto që sa po thes na duhen fare. Sinqerisht këto i dim gjithë. Na shpjego pak për shembull. Para, do pyet sa lekë më duhesh mua, sa lekë kishte rrogën Armando. Është puna aty, unë dua të kuptoj. Pyetja 2, sa lekë ka pas rrogën Armando në federat? Në federat zero. Përgjigjja jote këtë nuk di ta them. Nuk e fa. Ajo kam qenë kundër më. Që Duka ka pas rrogën zero në federat, më duket hipokrizi. E di pse? Sepse ai punon 24 orë për atë punë. Mirë apo keq, nuk e vlerëson. Pra ka vlerëson asambleja. Por e kompenson me sa dimi një rrogë majmi që kanë UEFA. Sa e ka 400-500 milion vite kanë UEFA. Ato vite më përpara si ka kompensuar njëri, kështu që. Si ka kompensuar njëri, kështu që nëse për tek kësaj. Dua të di si funksionon, domethënë ka 22 vite në pushtet. Si është ai, domethënë kush lloj diktatori është Armando? Dëgjon, se 22 vite